Një traditë e nisur një vit më parë, përsëritet edhe në 2025-ën. Sofra e Skënderbegasve. U zgjodh garnizoni i shkollës Skënderbeg për organizimin e saj. Ajo sofër që do të mlidhte gjimnazistët e disa brezave, të cilët ndoqën shkollën e mesme ushtarake Skënderbeg e që do të bëheshin ndër dekada kuadro për të shërbyer aty ku kishte nevoja dheu. Mesazhi i sofrës Skënderbeg është një ndjesi për t'i bërë bashkë Skënderbegas ndër vite, për t'i u afruar atë shoqëri dhe mesi që ka pasur në vite, dhe arsye pse u zgjodh në menzën e shkollës bashkuar eventi për të zhvilluar është nostalgjia, sepse në këtë hapësira që ju shikoni, ne jemi rritur me ushqimin kanë provuar emocione, sa kanë ardhur në ambientet e shkollës. Marsim radhë, po edhe marsim radhë, do të thonë ulshin për tavolinat tona aty më tash do uli po në tavolinat po di. Ardhja këtu shoqërohet me emocione të forta pasi zgjohen kujtimet e një kohe të shkuar, miqësitë e hershme dhe të sinqerta, sakrificat e pafundme kryqe të rthor Shqipërisë. Mbajtën një profesion që u dha krenari dhe shërbyen kudo me ndërgjegje e dinjitet. Na bashkon një emër i përbashkët ish shkolla ushtarake Skënderbeg, fidaniste e ushtrisë shqiptare. Kaloj një jetë me uniformë ushtarake, kjo uniformë të jep dinjitet, të fisnikron, edhe kthehesh po tek bankat e shkollës, sot jemi në një mjedis tjetër, ju urojmë njëri tjetrin mbarësi, interesohemi për familjet, po gjithsesi çdo event i shkollës ushtarake Skënderbeg ka një domethënie, sepse harmonizohen gjithë brezat pa dallim moshe, po i bashko ajo fidaniste që quhet shkolla ushtarake Skënderbeg. Unë kam shërbyer edhe në shkollën Skënderbeg, edhe në shkollën e bashkuar, edhe në akademi, duke u marrë me punë edukative të studentëve. Edhe e kam përnder që kam shërbyer në këtë shkolla mbi 8 e 12 vjetë në secilën shkollë. Kam kujtime e nostalgji të veçantë. Cili ka qenë pozicioni që të ka bërë më shumë të dashur? Pozicioni që kam pasur unë, që na detyra e komandantit tokës e deri në komandant bataloni, në shkollës Skënderbeg. Po. Edhe në akademi, edhe në shkollë të bashkuar. Ruaj kujtimet më të bukura për studentat. Si duhet tani që këta me thinja vinë këtu përpara te, dikur kanë qenë kështu nga ata fite vegjël, adoleshentë. Si duhen tani me thinja? Tani atëre kanë qenë të vegjël. Shumë të vegjël. Sikurse kam qenë edhe unë i vogël dhe kam mbaruar këto shkolla. Po ata kanë qenë vërtet njerëz shumë të mirë. Ardhur nga gjitha anët e Shqipërisë, u bashkuan dhe kishe një unitet me ndihmje e veprimi që çdo gjë e vinin interesin e përgjithshëm gjatë vetjake. Okej. Për t'i shërbyer sa më mirë atë dhëut, edhe përgatishin nga ana teorike, praktike, të gjitha gjë. Por le të sjellim në vëmendjen e të gjithë teleshikuesve se si u krijua ky institucion me traditë të ushtrisë shqiptare. Kjo është shkolla e bashkuar e oficerëve e Ndërrogja. Ka fillu me partizanët fillimisht, pastaj shkolla Skënderbeg filloi të marrë nga gjimnazet, u kriju edhe shkolla bashkume. Unë kam qenë në 67-ën, kam dalë oficer. 67-ën, këtu e 58 vjetë më parë. Po borri, ndërtesat kryesore nuk kanë asnjë ndryshim. Aty ka qenë komanda e shkollës, përballë, këte ka qenë artilleria toksore dhe specialitetet, në ana tjetër kanë qenë dega e këmsorisë. Kjo është menca e shkollës bashkuar që kam gjetur unë dhe e gjej prap. Aty kemi pas kuzhinën me Zgjat Qemalin, kuzhinier. Kjo është fusha e rreshtimit, tu bashin paragalimet, përshëndetjet, mitingjet e tjera tjera. Në krah, nëse pat kur erdhëm, është stadiumi i shkollës, stadium ku luajshin futboll, po bashin edhe gara sportive. Kur themi gara sportive, ishin gara ushtarake.
për shembull, duke shtyr artillerinë me kohë, me kronometër, të ta qunë postë në zjarë me bogat. Pas e anësh, ma mrapa, kanë qenë fushka e basketbollit, e volleybollit, nëse këtu kim pas pishinët e shkollës. Tash janë bërë ndërtesa, e janë pishinë e shkollës. Shkolla e mesme ushtarake Skënderbej u qel më 28 mars 1945, pak muaj kur Shqipëria ishte çliruar nga pushteti nazi-fashist. Qysh në dhjetor të vitit 1944, Shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Nacionale Çlirimtare Shqiptare i kishte dërguar njësive ushtarake një letër që të përzgjidhnin partizanët e vegjël, 12 deri 15 vjeçar, për t'i dërguar në shkollën ushtarake, e cila do të hapej së shpejti pranë garnizonit ushtarak në fund të rrugës së Dibrës afër Spitalit Civil. Fillimisht nuk u quajt shkolla e mesme ushtarake, fillimisht e ka marrë më vonë emrin, por si shkolla e pionerëve të luftës, pastaj si shkolla e kadetëve u quajt, dhe së fundi mori edhe emrin e merituar. Besin, nga kjo shkollë jemi tepër kënaqur, që edhe unë dhe gjithë këto pjesëmarrës që kemi marruar të shkollë, sepse kjo shkollë kanë nxjerrë kuadro drejtuese shumë të larta, duke përfshi që nga presidenti të Republikës, duke përfshi ministra, zëvendësministra, drejtorë të përgjithshëm dhe në të gjithë ushtrinë janë dinjitoz dhe që kanë kryer detyra në mënyrë shembullore. Që nga ish presidenti i Republikës, si ndjeri Bujar Lishani, me ministrin e mbrojtjes Kiço Mustaçi, zëvendësministër Bayram Manaj, drejtor të përgjithshëm Ministrisë Mbrojtjes Mikato Sako Hoxha, Namik Hasani, komandant divizioni, Rushdit Darda, komandant divizioni. Nxënësit e saj të parë do të ishin partizanët e vegjël, djemtë e dëshmorëve të luftës, fëmijë në nevojë dhe paprindër nga të gjitha krahinat e vendit. Fillimisht ishin rreth 300 apo 400 partizan të vegjël, të cilët u ulën në bankat e shkollës së sapo formuar, e cila u quajt Shkolla e Pionerëve të Luftës. Pas 2 vitesh, me vendim të posaçëm, ajo do të quhej Shkolla e Mesme Ushtarake Skënderbej. Shkolla Ushtarake Skënderbej është krijuar me datën 28 mars të vitit 1945. Dhe kjo është krijuar si rrjedhoi dhe i ideatorit të madh, filozofit të madh Rilindas Sami Frashi, i cili veprën e tij Shqipëria çka qenë, ç'është do të bëhet, vëllimi i dytë, faqe 85-19, thotë që përmend emrin e Skënderbegasit, që thotë në Shqipërinë e epërme, që ka fjalën për Kosovën, të krijohet thot një shkollë me pioner, me fëmijë, domethënë ushtarake. Dhe në Shqipërinë e poshtme, që ka fjalën për Shqipërinë, dhe përmësisht afër detit të krijohet thot një shkollë e mesme me fëmijë dhe të ketë emrin Skënderbeg. Pikërisht nga kjo u realizu ëndra e shira e tij që me 28 mars të vitit 1945 u kriju shkolla e mesme ushtarake Skënderbej. Që nga 28 marsi i vitit largët 1945, kjo shkollë do të bëhej simboli nderit dhe i krenarisë së ushtrisë shqiptare. Një fidanishte vërtet ku edukuan dhe u brymosën me cilësitë e virtytet më të larta brezat të tërë djemsh të ardhur anë e këndë Shqipërisë, për t'i shërbyer më pas me devotshmëri të lartë atë dheut dhe popullit të tyre. Shkolla Skënderbej është quajtur fidanishtja e ushtrisë popullore. Aty dilshin të rinjt që shkoshin në shkolla të tjera ushtarake, shkolla bashkume, akademie, etj. Dhe në përrepat. Edhe ata kanë kriju studentët e asaj periudhe, kanë kriju grupe shoqërore sipas klasave apo viteve, dhe në kujtim të këtyre aktivitetet që kanë zhvilluar 4 vjet në gjimnaz, që shkolla mesme në gjimnaz, ajo ka qenë bri shkollës bashkume, bëjnë edhe këto aktivitetet, siç ka edhe shoqata të tjera, edhe të ushtarakëve të shkollës bashkume, por ato janë të ndame, këmbësore veti, artillerie veti, gjenjo, kimia, kundërerori,
Dhe gjithë këto pastaj bëjnë alancën e madhe të ushtarakëve në lirim e në rezervë të ish ushtrisë popullore. Por si e kujtojnë nisjen e kësaj shkolle disa nga ushtarakët që sot kanë dalë në pension? Po nga gjithë ushtarakët, ti më dole më gjatë deri tek këta që kanë ardhur Nga gjithë tani. Skënderbejas. Duket i kanë marrë dhe të shkurt atëherë, apo jo? Nga gjithë A Skënderbejas. gjithë Skënderbejas, i kiqë më gjati? Jo, unë i gjatë kam qenë gjithë kohën, nuk është se jam rritur më vonë, po ka pas edhe mesatar që rriteshin sepse mosha dihet ajo. E kuptoj, po tani i merrnin ata të shkurti për biografi, më duket apo jo? Po kur mbesin, domethënë numri pa u Ah, plotësuar, po i merrnin plotësuar. edhe ata të shkurtër. E mban më sa nxënës ka pas atëherë? Ja brezi jot, edhe në çfarë vitesh? Jo, 72-76 kam qenë në shkollë Skënderbej. Sa kishte afërsi shkolla atëherë? Diku ke 30 ka qenë klasa. E sa klasa kishte? Po kishte klasa, 4 klasa, 3 klasa, Aha. sipas. Po kalojnë këta të rinj kështu dhe shoh në për të ndonjë gocë. Ka pas gocë atëherë? Ja. Jo, s'ka pas? Këto janë të shkollës lartë. Janë të shkollës lartë. Po. Ah, okay. Pra ju shkoni deri tek shkolla e mesme. Edhe shkolla Skënderbej ka qenë shkollë e mesme dhe s'ka pas qenë shkolla. Duhet kishte apo jo? Në shkollën ja. Ja. Pse? Po, shiko, kushtet femra kërkon kushte, kështu që kushtet jo se s'kishin kushte atje, po sikur ata ishin atje, domethënë edhe ky ishte rregulli atë. Aha. Po, Ja, jo vetëm në aha. shkollën, sepse edhe në shkollën e lartë ushtarake, më vonë nuk filloi ajo Këtu kam një shef shtabi, ku? Divizion? Në divizion e Laçit. Laç. Tani ti je Volja verior, se këta Po drejtuesi... verior kam qenë të jetën. Ke punuar Në veri mirë apo ditë, je në mirë. verior ti? Jo, s'jam verior, unë Si jam veriori? përmetar. Po përmetari jetë Edhe- shef, më vjen shumë të ditë. atje veriun e transferonin në atë kohë në jug, Ah. ndërsa jugu kuadër, Po, ndërsa kuadër dhe jugu në veri. po mirë, mo, Mua më ra rasti atje. Aty u sigur i bëjnë si kështu si të butë. Po. Komandoni do në zona veriore ju? Pasha zotin unë, Pasha jo zotin, vetëm që u ambientova me ta, jo vetëm që se djaliri Po vajta. të para gjykuan në fillim kur erdhe ti me atë Ato dialektin. më pritën si kur ishe djali tyre. Dhe aq bukur pasaj kemi koordinuar me ata, sa brigata e Mirditës u bë më e mira në Shqipëri. Pra përmetari bëhet Po, komandant brigade. Mirdit, edhe Bravo. zonë më vëndën e Po parë si në orët e ushtri. mirëditorët ata Edhe zonë mbledhen më më vëndën e burrë. parë në ushtri. Përmeti, me Mirditën, kanë lidhje, Po, kanë si- tradita Po të mira prandaj u me martu njëri tjetrin. babi im me mamin tim. Pasha se, zotin, po pasha shikon apo? zotin. Ja, pasha zotin mirditore është. Po po. Jo, Ashtu, jo e përmetare. thonë edhe ata Po, e në veriut thonë. përgjithsisht. Çdo lloj arme ne kemi pas në një kopje, që të bënë mësim, të paktën po. Një top, një mortaj, një mitralos, Pra ishte plot. një seftej, ishte parku, i thoshim parku. Aty bashkë me shërbim ne. Ato ishin për të bërë mësim në togat e artillerisë. Dhe këmësoria, ishin për këmësorin ishin mitralozët, granatesit, mortajet e vogla, 82-shit, 60-shit. Për artillerin ishin dhe topa kalibri maj deri ke 152 mm, deri ke 200 mm, që topat brigdetare tjerë tjerë. Ata ishin në dispozicion shkollës, nuk ishin për repart. Çdo ditë të hënë, shkolla rreshtohesh, tu në fush, ishin mbi 1200, 1500 studenta, bashkë rreshtimi dhe parakalimi përpara komandës. Diku këtu ka qenë një tribunë, që tash ja kanë heqë. Ku dilte komanda dhe parakalosh para tribunës. Jo çdo kush mund ta ndiqte këtë shkollë. Në fillim duhet të plotësonte disa kritere. Do të them një gjë Po, për një shokun tim, po, që ishte këtu në këtë shkollë në bashkuar. po. Ai quhesh Bashkim Bregu. Po djalë më të mirë, e më të sinqert, e më të përgatitur nuk ishte. Do jepnim një përgatitje dashtore, nuk e morën fare në provim, vetëm me paraqitjen që u bë, mori 10. Bravo, vetëm me paraqitje. Pavarësisht Se kësaj. kishe parametra. Kishte Shikoheshin të shumë gjitha, parametra. ma ishte i shkëlqyer, ma. Po, po. Në mësimin e po ta shikoj një sa i bukur ishte. Djali më i mirë i shkollës gati. Po edhe karriera e tij shkoi shkallë duke ngjitur Po, në karrierën më të lartë. Tani ti nga Tani komandant elitari brigade, ushtrisë, ti sa elitari u bëre, ushtrisë. sa Unë çfarë vajta nga shkavesh? komand brigade në Laç, shef shtabi divizionit. Po. Atje kalova, mirë dhe atje, po nuk ishte
s'puqet laçi me mirë ditën. Fare, jo, Puqet si njerëz, pushën si njerëz, po jo si karakter. Temperament, kështu. Temperament. Dakor. Kështu që, jo se i shaj, unë kam jetuar 15 vjetë Me plaçkan krati. Po, bëj plaçkan krati. Në Mirdit, nga përmeti, në Mirdit. Në Mirdit, Pastaj erdhe në Laç, në Tiranë. Erdhën se Po përmet, shkon ndonjëherë. Kam shkuar, kam fshatin Kutaj. Pse po kam qenë fshati Kutaj. Po 5 kilometra lart qytet Përmetit. Kutaj është fshati më mirë në Përmet i dëgjuar. Po patjetër. Kështu që unë jam i lindur në një fshat të mirë, kam punuar në një vend të mirë, edhe jetoj në një... A more ndonjë grua të mirë? More ndonjë grua të mirë? Lere mos e pyet me atë se dhe ajo ka problemet e saj, shumë e mirë. Po, ishte shumë e mirë, po tani ta dua shfort, edhe kur kam ndonjë problem. Po pasha zotin po. Pasha zotin. Një lloj shkojnë, të dy. Ja ku jemi me drejtorin këtu. Drejtorin më të ashpër, më të mirë, më të rregullt, si ta cilësoj veten. Unë si drejtor nuk kam mbajt njëherë kravat, sepse doja t'isha shumë sportiv. Doja t'isha... Pas rase zyrtar nuk e vure njëherë kravatën? Nuk kam qenë aq i egër sa mund të bësh ti pyetje të tilla, po ka qenë shumë dashamirës nga buron kjo do thuash ti. Po unë vija nga radhët e Skënderbeka, se direkt nga universiteti, Ministria më çoi për studime në Fakultetin e Shkencave Natyrës Dega Matematik dhe jam kthy 22 vjeç djalë po aty. Kështu që dashuria ime për Skënderbeka ka qenë e jashtëzakonshme dhe s'mund t'i trajtoja përveç se si vëllezërit e mi. Unë jam nga Kavaja. Kam punuar në rrethinat e Kavajës dhe në Peqin jam përqytur më shumë dhe rrugëzim. Nuk pas kanë quar larg ty. Se njëri dha nga Përmeti në Mirdit. Jo, kam qenë. Pas mikun e fort. Jo me mik, po me punë. Me punë? Po, me punë. Vetëm me punë. Se ka tjerë s'kanë punuar që i quar në Mirdit? Po, mbara të shi se si ka qenë problemi. Pale si ka qenë rrethanat. Unë për shembull në fillim kam qenë inspektor në shkollën e lirë të Rrogozhinës. Po. Më vonë kalova në Peqin, komandant grupi, mas komandant grupit kalova prap në Rrogozhinë në shkollën e mesme, në drejtor në gjimnazin e Rrogozhinës. Ne të 8 vjetë aty, dhe kur u shkrin to nën drejtorët në për shkolla, kalova në divizion, si ishte të divizionin Peqin. Në Peqin përsa nejta zëves shef artillerie, në divizion. Masit dola në lirim, në 2004, ndej 2024, kom qenë drejtor i policisë bashkiake të Peqinit. Unë e kuptova që ti je drejtor se mban kollare, se gjithë thanë, po sa bezi e kemi kollaren. Jo. Jo, se ke pas bezi. Ase se kam pas bezi, se me kollare jemi rritë. Kollaren e kemi pas që në shkollë Skënderbej, shkollë bashkuar. Keni pasur sa qafore do, kujtojnë një që? Qafore, po. Tani më kujtojnë që ka to qafore njerë, holloshin, grieshin, a kishin qafore atje dhe kushin i qepi e mirë, I qepi mirë se na mësote, në fillimisht ta ka mësu Bashkim Bregu. Në rështonte në stolet të ty, në mësonte se si qepët qafarja. Në kontroli rështor që boshin darë. Dieta qepja po i thojnë dhe i shoko? Po, dieta qepja vetë. A mbani dhe një gjilpër më duket këtu në qap, jo? Po. Gjilpëra në qap. Gati shpris. Ajo ishte gjilpëra gati shpris. Vërtet? Në çdo kohë kishe gjilpër. A kishit vështirësi me veshjen për të siguru më vonë pas viteve 80 për shembull? A kishit një pal pantallona apo kishit mundësi ose kpuc? Kishit ato xhupet e trashë? Kishit apo? I kishin gjithë, s'kemi pas asnjë lloj problem, nëse na ka munguar asgjë. Ai ke vesh fëmit me pantallona ushtarake ti? Jo, asnjëherë. Po pse s'ke vesh? Po si kom vesh se unë kam qenë gjatë gjithë kohës demokrat, se nga Kavaja. A që di bëjë babi tim që më ka vesh pantallona ushtaraku? Djepi i demokracisë Kavaja. Dhe i lësht të lirët bëjnë qëtë dhe. Me kohë numri nxënësve filloi të rritej nga viti në vit, duke arritur kuota deri edhe në 1500 apo 2000 nxënës, që mësonin dhe përgatiteshin për dijet e përgjithshme arsimore dhe ushtarake. Unë jam për Skënderbeka si maturus 1969. Ndje vetën shumë nderuar që kam qenë Skënderbekas dhe që kam mbaruar atë shkollë të lavdishme. E zgjodhe vet apo të zgjodhi shteti apo e zgjodhi babai? Babai më ka thënë këtë, kur mbarosh do të shkoj në një shkollë që... Po pse? Pse babai në shkollën Skënderbek? Po babai kishte qurë djalin tjetër më përpara me. Jemi 2 vëllezër që kemi mbaruar shkollën Skënderbek. Po. Do të thënë, a konsideroje atëherë vazhdimi i shkollës Skënderbej si diçka shumë e mirë atëherë? Vlerësoi shumë, ëh? Babai im
ka qenë partizan, Dakor. ishte veteran. Kështu që kishte arsye. Kështu që e kishte vetë atë dëshirën për ta bërë ushtarak. Pas vitit 1960 u hapën edhe deg për edukimin në profesione të ndryshme, si mjekësi, mekanik, elektrike, ndërtim, ekonomike, muzik, dhe nxënësit e caktuar në këto deg e zhvillonin procesi mësimor në shkollat e mesme të profileve përkatëse në kryeqytet. Gjatë ekzistencës së saj, afër 60 vjeçare, kjo shkollë u përfshi në të gjithë sektorët e jetës mbar kombëtare. Ajo u bë një shkollë shumë dimensionale në rang republike. Nga kjo shkollë kanë dalë kuadro, jo vetëm ushtarak të gjitha rangjeve, por edhe mjaft kuadro që kontribuan në shkencë, diplomaci, kulturë, ndërtim, arsim e të tjerë. Po, nuk është e vështirë të kuptoj që kanë bëjmë me dy binjak këtu, apo? Po. Binjak, ë? Po, binjak. Po, që Adriani të dhe dy- Besniku Adëri. Adriani kush është tani? Adriani këtu dhe Besniku. Besniku. Të dy keni mbaruar shkollën ushtarake. Po, jo, kemi qenë në shkollën ushtarake, kemi qenë në shkollën ushtarake. Po, edhe e keni- Jemi rritur këtu. Jemi rritur. E keni përfunduar? Po. Po, patjetër e përfunduat. Si e kujtoni atë kohë? Në atë kohë kur kemi qenë, ka qenë e papar historia e shërbimit ushtarak, se ka qenë e përpikt dhe e devotshëm për mbrojtjen e dheut edhe vendit tonë. Kemi qenë me ideal të përkushtuar. Po, si vendosi familja për të dy një herë, është mos si Jo, nuk e po, bëri njëri një profesion ndryshe për të dy një herë. E bëm më mrapa, se për arsye politike nuk na i dhan direkt shkollën. E bëm më mrapa E bëm më mrapa. Problemi këtu se ne rrim në një familje ushtarakesh. Pra ju e bët me vonesë në një kohë më vonë, vini nga një familje ushtarake. Babai im ka qenë me gradën major për ministrinë e brendshme. Okej. A Ka keni marrë edhe Xhaxhai ka qenë me gradën, po ka qenë shefi drejtorisë dytë sigurimi. Po, dakor. Pra ju jeni kështu Sazana gjithë Dori. ushtri, Po, domethënë. A keni motra vëllezër të Po, tjerë? kam dy motra e vëlla. Çfarë profesione kanë marrë? Edhe ato në ushtri. Edhe motra në gjithë në. Po ju kishte frikë lagja juve apo jo? Po patjetër. Dhe tani na kam frikë. Tani ju avri? A mi tani çfarë punoni ju? Që ta dinë se me ushtri? Tani una jam këtu te prokuria e apelit, te prokuria e apelit, kurse Adriani është në Gardën e Republikës. Bukur, pra nuk keni hequr dorë, dukeni si gut më buri dhe nuk është dash. Mare se në edukacie. Ekonomia tregut, gratë, kanë zbutur gratë. Kjo është Ju falenderoj shumë njerëz, se do vazhdoj të me intervistat tjera, po jeni shumë këndshëm. Kjo është e vërtet, për arsye se ne profesionin tonë që jena kundër zbulimit, kështu që do të jemi patjetër. U ktheve me shpinë komplet. Mi një urim për të gjithë shqiptarët që janë duke ju ndjekur. I uroj të gjithë shqiptarët, veçanti ish ushtarakët dhe ushtarakët, që i dua shumë, domethënë që i kam se 3 profesione kam pas në jetë una. Po dakor, mos i hymi sa urimi. Uroj që viti 2026 të jetë viti i mbar familjen edhe në jetën e përditshme. Bekime pashin gjithë. Faleminderit. Kjo ditë është një ditë e lumtur për mua se më kujton kur ishim të vegjël edhe vinim këtu shikonim film edhe këta. Jo, bëni servitje se për film, s'keni ardhur, s'ishte kinema shkolla. Ka qenë kinema, ka qenë. Ka qenë kinema. Kinema ja. Dy kinema ka pasur këtu. Kinema sekrete, biles me filma. Me çfarë filma Me filma zbulim kundër zbulim. Jo, pse, në film romantik si? Ja, shumë pak. Vetëm ushtarak? Ushtarak. Po çu e bëjnë? E bëjnë robotë. Ne ishim të vegjël, ishim 12 vjeç edhe ata studentat ishin tashur edhe na minin ne të vegjël rob. Edhe më kujtohet, na fusi brenda se nuk lejohet futesh. Nuk lejohet. Faleminderit. Duke bërë lidhje me emisionin e një viti më përpara, ti tregove çika për ato hallet e ushtarakut, ë, shkoan dhe shko këtej, taska në kraj etj. Vazhdojmë prapë ato kujtimet, na sjellin këtu. Ato kujtime, unë kur sa herë që takohem me kolegët, me moshatarët e mi, i kujtojmë këto, i kujtojmë. Sidomos në Kukës në kujtimet mira, pavarësisht se ka qenë vend shumë i vështirë. Po, si tani, çfarë problemesh ka pasur ushtaraku atyre që nuk i kanë këta të sotmi? Domethënë, këta gjumin e bëjnë aty ku kanë shtëpinë, apo ju i transferuan? Kjo ka qenë gruan e kalamaj. sa mirë e kape. Ky ka qenë problemi më i madh, sepse ne dikur, domethënë ishte parimi që ushtria është shtëpia e parë dhe shtëpia kryesore biologjike ishte e dytë. Domethënë ne nuk kemi. Prandaj ju me zor gjeni gra që të martoheshin.
Mor për gratë mas i bëjnë fëmijët gratë, thonë ku të kam parë, sepse më shumë lidhen mas fëmijëve, kurse fëmijët rrinë me nënën kryesisht, rrinë me nënën, kurse ne e kemi kryer detyrën, ja fëmijët e mi tash të teja në Gjermani. Vini shtëpia e parë një herë, aty te ushtria. Ushtarët më respektojnë më shumë se fëmijët e mi. E beson këtë? Unë kam ushtar nga Kuksi që sot e kësaj dite më respektojnë komandantën tonë. Kurse fëmijët e mi marrin as marrin një herë në vit në telefon. Janë Gjermani të tre. Kam 2 djem një Faktikisht për atë shtëpi ke investuar më shumë faktikisht. Atje kam dhënë tërë rinin time unë. Nga mosha 22 deri në moshën 32 vjeç kam qenë në majtë malit të mas gjalisës Kuksit. Dhe familja kur rinte? Familja rrinë në Tiranë 5 vjet dhe 5 vjet tjera e morën Kukës. Çfarë thua ti më 5 vjet keni qëndruar larg ju? Po, me korrespondencë. Me korrespondencë. Kjo ka qenë sakrifica më ekstreme që po e vuajmë tashti. Sepse fëmijët nuk e dinë këtë gjë, s'kan qenë kontakt me mua. Ata nuk e dishin sakrificat që bëja unë për t'u shkruar. Tani ku fëmijët këtu apo jashtë? Gjermani. Në Gjermani. Po, ata në rezidentë atje. Tashti unë jam fillë kat. Po të bëjnë vetë ata prindër do e kuptojnë çik më shumë. Janë bërë prindër, të dy djemt. Janë bërë çik. Po është edhe koha atje. Ata pothuajse u adoptuan si gjermanë, se shkuan në një moshë adoleshente, edhe atje pothuajse janë adaptuar me kulturën e atyre. Edhe këtu ashtu është bërë, do të thonë fëmijët nuk shikojnë shumë ashtu është kudo. Një urim për të gjithë shqiptarët që po ndjekin, po çik urimin mos ta bëj të trishtuar tani. Jo, absolutisht. Meqense jemi në festat e fundvitit, e uroj të gjithë të kenë mbarësi, shëndet dhe gjithçka ju do në zemra. Do thonë të gëzojnë jetën, ta shijojnë dhe të mendojnë që jeta nuk është shumë e gjatë. Po këtë pjesë që na ka lënë i madhi Zot ta shijojnë siç është më e mira. Faleminderit edhe juve. Edhe ju shumë faleminderit për është rasti për të kujtuar me dashuri dhe respekt armatën e nxënësve të saj që u bën komandantë dhe komisar të Zot të njësive dhe reparteve të ushtrisë shqiptare dhe që shërbyen me devotshmëri e përgjegjësi të lartë për mbrojtjen e atdheut tonë. Edhe pse pagat e ushtarakëve në Shqipëri krahasuar me të homologëve të tyre në botë kanë qenë tepër të ulta, ato janë konsideruar më të mirat për atë kohë. Gjithsesi nisu nga dëshmitë e mjaft ushtarakëve të asaj kohe në mjaft reparte ushqimi linte për të dëshiruar. Ka ndryshuar ushtria atëherë me tani në konkluzion të përgjithshëm, jo në detaje. Shiko, disiplina ka qenë në atë kohë ka qenë tjetër sistem, disiplina ka qenë më e fortë, rregullat kanë qenë më forta, por edhe sot mund të them domosdoshmë që por rregulli në atë kohë ka qenë më i mirë, më i fortë. E kuptoj. Për neve. Po servitja në vështrimin e servitjes, edhe servitja më mirë. Edhe servitjet kanë qenë më intensive, më të forta, më të mira, më të gjithanshme dhe atëherë ka qenë ajo parimi i servitjes gjithë popullit dhe gjithë strukturave. Gjithë populli ushtar. Po, gjithë populli ushtar dhe atje merrin pjesë të gjithë strukturat duke filluar nga shkollat e mesme, në të gjithë Po, dhe unë kam bërë ushtarake, po, dhe unë kam qelluar me armë, kam bërë ushtarake në shkollë mesme. Dhe shkollat ushtarake kanë qenë këto forcat vullnetare që kanë qenë edhe ato struktura në vete. Tani jemi reduktuar, tani jemi kështu, jemi ngushtuar, jemi sintetizuar, jemi bërë një ushtri e vockël me pagesë, si paguar, i kështu. Çdo gjë është thjeshtuar. Ashtu ë? Ka mbetur gjë. Të identifikova shumë kollaj, domethënë si ushtaraku, si ai që ka ecur në karrierë në të gjitha sistemet, e ke mbajtur mirë me të gjithë. 45 vjet e 6 muaj megjithatë që mbajt në civil në ushtri, se në 35 vjet oficer. Tani si të mbajtën kaq sistemet ty edhe ai sistem e ky sistem ti vazhdove qëndrove në punë, çfarë të mbajti në punë ty? Edhe bëre karrierë bile. Për punën kam qenë tepër i përgjegjshëm. Aftësia, të donin ato aftësi. Domethënë purova ministri me 15 ministra, të gjithë kanë dashur. Kur bëra 35 vjet oficer, i kisha kaluar gjithë atë, se edhe generali nuk e ka 35. Në tjerë ministri tha, Ilmita, kam respekt për ty dhe më kanë folur gjithë mirë, po do të maj banë vetë punë, po do maj civil, shefi i sektorit furnizimit. Bukur. Punova një 3 vjet ca pa matë të, merr general Karoli Rahmet Pas. Ha? Po Karoli shkoi komandant ke kinostudio ke divizioni 5. Ilmita
hajde ke unë pa, se boll ke punuar, tha, je lodhe shumë, hajde atje tha, se ke nga kesë për pak. Po të si t'ja bëjmë me ministrin. Kam përshtypjen që e gjen gjuhën kollajti. Shumë kollajti. Edhe... Nuk shfaq nervozizëm, nuk hutohesh. Njeri, se ishe qef sektori furnizimi zyrë nuk më rinde asë njëherë bosh, po njeri bosh, me duar bosh nuk më tjeshe njeri. Kërkojnë të 10, po nuk i jep që 10, i jep që 5, për do vite tjetëri mos ati. Pa përdëm, pa zarar. Nuk kam tjerë. Teksa bisedon me të gjithë ushtarakët këtu dhe mëson për transferimet apo lëvizjet e tyre të shumta me detyra, krijon menjëherë përshtypjen se ka qenë edhe mundësia për të bërë karrierë në këtë profesion. Ke pasur një moment që ke thënë bëre gabim që u fute në këtë profesion, nisën nga vështirësi dhe sfidat që ke pasur. Nasin kur nuk e kam pasur, asnjëherë s'e kam pasur. Edhe me ato shërbimet dhe me transferimet apo nuk i ke përjetuar këto? Jo, unë kur mbarova shkollën e bashkuar në vitin 1971 në dhjetor, u emërova në drejtorinë e zbulimit ushtarak, me drejtor të madhërishmin që sa harroj, Andon Shetin. Edhe aty kam shërbyer për 5 vjet. Kam qenë një detyrë shumë të rëndësishme aty, në atë drejtori. Pastaj më vonë kam vazhduar me karrierën tjetër. Pasi kam lëvizur në shumë detyra. Pas drejtorisë zbulimit, që kam shërbyer drejtorisë zbulimit, kam qenë pedagog në shkollën e oficerëve në Zallher për 5 vjet përsëri. Baza asaj kam kryer detyra të tjera, kam kaluar në funksion komisar, funksion politik, kam qenë komisar edhe në batalionin e sigurimit të Ministrisë Mbrojtjes. Detyra më e madhe për mua ishte kur u caktova shefi i sektorit ushtarak në Ministrinë e Burimit Mineral e Energjetike të Shqipërisë. Bravo, ta s'ka qenë pozicion. Shefi i sektorit ushtarak. Gjatë luftës Kosovës, se unë kam qenë dhe një mbështetës ose një pjesëmarrës në përpavi për luftën e Kosovës në vitin 1988-89. Se kam qenë, domethënë, shefi i zyrës së UNHCR-s, Komisariatit të Lartë të Refugiatëve të OKB-s. Ku kam pas rast që kontribuova të për pjesën veriore të kombit tonë që quhet Kosovë, kanë qenë 11 oficera, nga këto 1/3 janë të shkollës ushtarake Skënderbej. Dhe njëri nga këto është heroi i kombit, me 2 dekrete veçanta nga Tirana dhe Prishtina, i drejt Lulzim Cara, është ish Skënderbej si jo. Dhe ja sot, vitet apo dekadat shkrihen dhe takimi zgjon mallin. Dashurinë e pashuar mes njëri tjetrit edhe pas kaq kohësh. A patë vështirësi ti bëje bashkë gjitha ushtarak, se hajde gjej adresa, gjej numrat e telefonit, me sa duket janë edhe pjesë antar të shoqatës shkollës ushtarake Skënderbej. E vërtet është kështu se shumë disa veta dhe skeptik nuk mund ta imagjinonin që do të përsëritej sofra e vitit 2025, vjetur po është hera parë që po vjet, është hera dytë. Disa mendojnë do të vinë, por si thosh u përdor njoftimi, komunikimi. Një pjesë e mirë të janë antarë themelues të shoqatës shkollës ushtarake Skënderbej. Na nderojnë me prezencën e tyre zëvendës ministri i mbrojtjes zoti Ekelet Joti, 2 specialistët burimit njerëzor do vinë nga ministria, nga shtabi i përgjithshëm janë 8 general, 12 kolonel. Pra e kanë vlerësuar këtë vit edhe më shumë. Kjo është një festë gjithë përfshirëse e forteve të armatosur, ato që janë në detyrë aktiv dhe ato që janë në rezervë. Sepse sofra Skënderbejve nuk mund të jetë përjashtuese. Ta bëjmë vetë ne, si thosh Skënderbejve në pension. Po përderisa kjo shkollë vazhdon të nxjerrë kuadro dhe studentëve. Është hera parë që një organizim i tillë, një sofër të tillë, një dregë të tillë, një festë fund viti e Krishtlindjeve edhe festës vitit të ri organizohet në këtë format. Ky organizim shihet si një vazhdim i bukur i një tradite, por dhe rritja e përmasave të tij. Aktiviteti i sofrës së skënderbegazve pritet të nisë nga qasti në qast. Një urim për të gjithë shqiptarët që po të ndjekin në këtë festa dhe përse na vlen një sofër e skënderbegazve, çfarë i tregojmë shqiptarëve me një sofër? Sofra e skënderbegazve është se ne kjo sofër na bashkon dhe na kujton të kaluarën tonë që kemi bërë një jetë shumë të mirë në aktivitete të plotme
edhe të gëzuara. Urimi i shqiptarëve është që të forcojmë unitetin, dashurinë në familje, në shoqëri e në Shqipëri, me qëllim që të jemi sa më të aftë për të mbrojtur atë dheun. Falenderoj shoqatën ushtarake Skënderbej dhe kryetarin e saj, zotin Adem Hajdini, i cili ka organizu këtë aktivitet tepër të rëndësishëm dhe njëkohësisht duhet falenderoj dhe ato që kanë mbështetur si Ministria e Mbrojtjes dhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë. Ja ku ke qenë vjet. Po. A ja vlen të mblidhemi sërish në sofër? Unë për këtë sofër kam deponesh të jashtëzakonshme. Punova kaq vite në ushtri 40 vjet, po 10 vjet që kam qenë në shkollë Skënderbej, më ka dhënë mua edukat. Pra ty të lidh tu nostalgjia, prandaj vjen për nostalgji për të takuar gjithë shokët që e këto. A ka vlerë kjo sofër që ne bashkohemi? Ja ky është viti i dytë që po mundohemi të jetë edhe më e bukur se një vit më parë. Këto evenimente që organizohen ne na ngjallin shumë kujtime që nuk mund t'i përmbledhim në një emision të vetëm. E vërtet, po unë di të them vetëm kaq që si drejtues i asaj shkolle në vitet e fundit, sa vite kalojnë, aq më shumë lartësohet emri. Emri nuk vjen nga shkolla që mbante emri shkolla ushtarake Skënderbej, po emri vjen nga ato që ajo nxirrte. Ne duhet të themi me plot gojën sot e kësaj dite që ajo shkollë rrezatonte dije, kulturë dhe mbi të gjitha ajo që kemi nevojë si kom, as dhe dashuri. Kjo është kryesorja për ne sot. Bisedat nuk ndalen, vite pa u parë, miq për të kujtuar. Të gjitha këto mbushin shpirtrat e përmalluar të këtyre skënderbegazve. Të gjithë shqiptarëve ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri 2026, kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit, në të gjithë botën. Uroj që të kenë gëzime në familjet e tyre dhe të kenë jetë të gjatë dhe shëndet të plotë. Suksese dhe ekonomi të fortë. Faleminderit shumë. Që ato mbajnë edhe shëndetin. Edhe juve ju uroj gëzuar si staf atje ku jeni dhe ju urojmë punë të mbarë dhe ju falenderoj shumë që keni interesin dhe vini edhe na shikoni, na ndiqni për gjitha aktivitetet. Urime të gjithë shokëve, gëzuar dhe vitiri dhe qoftë i viti mbarë. I paqen gjithmonë të mira ju falë të Zoti. Zemër nuk e kanë keq shqiptar, po kanë edhe probleme, por Zoti ja sjell sa më mbarë. Ju uroj një vit sa më të mbarë, vitin 2026, me shëndet, me gëzime, me lumturinë familjet e tyre. Ndërkohë gjithçka është gati për të filluar dhe ne në mënyrë të përmbledhur do të paraqesim sofrën e skënderbegazve. Shumë të madhe tek sofra skënderbegazve. Ky është viti i dytë i organizimit dhe shpresoj të keni marrë një shije shumë të mirë në sofrën e parë dhe ja kur të takojmë sërish së bashku në sofrën e dytë. Organizimi i sofrës skënderbegazve është një organizim i shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej me mbështetje të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura. Kjo shoqatë ka si kryetar Adem Hajdini, i cili deri në momentin e fundit është marrë me detajet më të vogla të organizimit të kësaj sofre. Po përse kemi ne përshëndetje një sofrë? Ju e dini që për efektet e komercializmit në Shqipëri, kjo nuk është sofra parë, ka dhe shumë sofra të tjera që janë organizuar dhe që i bën shqiptarë të mbledhen bashkë. Kjo tashmë është shtrirje edhe për tek kultivet shqiptare. Por unë do ta cilësoja si sofra më unikale, më origjinale, kjo
vazhdimisht nostalgjia dhe papërjashtim se cili prej jush ka provuar një emocion jashtëzakonshëm teksa ka hyrë që te porta e hyrëse. Siç e do zakoni zoti shtëpis mban fjalët përshëndetëse i parë dhe u do të ftoja këtu afratin Adem Hajdini, njërësh dhe kryetar i shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbeu. Nderuar zot ministri i mbrojtjes, zoti Eklehet Joki, faleminderit për prezantën tuaj dhe mbështetjen e iniciativës së Shkollës Ushtarake Skënderbeu në festimin e Krishtlindjeve dhe festës së vitit të ri mes Skënderbegës dhe detyrës dhe Skënderbegës të Qytetarëve. Nderuari Skënderbegës, profesor, doktor Anastas Angjeli, presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, ish pedagog i Universitetit të Tiranës dhe ish ministër i sukseseve financave të qeverisë Shqipërisë. Faleminderit për prezantën tuaj me Skënderbegës si Skënderbegës. Dhe faleminderit edhe për kontributin tuaj publik në lartësimin e figurës së Skënderbegës. Nderuari Skënderbegës, komandant i Akademisë Forcave të Armatosura, Gjeneral Brigade Bartol Nureddina. Faleminderit për pjesëmarrjen, bashkëpunimin, mbështetjen e aktiviteteve të shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbeu dhe zhvillimin e Akademisë Forcave të Armatosura si një nga institucionet e armiqësisë të periudhës së fundit. Nderuari zoti Shkëlqyer Dervishi, faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj në formimin matematikor të Skënderbegës për suksesin dhe drejtimin pedagogjik të legjendës së Shkollës Mesdhetar të Skënderbeu. Nderuara Gjeneral Brigade Mehmet Kurti, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë sofër udhëtore. Nderuari zoti Berazani, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet. Zoja dhe zotëri, ideja për festimin e Krishtlindjes dhe festës së fundvitit në versionin sofra skënderbegase është rezultat i zgjedhimit të shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbeu sipas programit dhe statutit të miratuar në veprimin nr. 768 i Statutit 2023 të Gjykatës Rrethuesore Tiranë. Dhe sloganit atheu kauta e Skënderbegës. Është momenti të vazhdojmë edhe pak me përshëndetje para se festa të fillojë në ambientin tonë dhe unë do të ftoja për një përshëndetje ish drejtorin e Shkollës së Mesme Ushtarake Skënderbeu, zotin Shkëlqyer Dervishi. Përshëndetje të gjithëve. Është unë kam disa herë përshëndet si ish drejtori i fundit i Shkollës Ushtarake Skënderbeu, sepse kam ardhur të gjuhë e paratë të mi, siç ka qenë Stavi Aleri, Piri Shtypani, për drejtorët të paradës, dhe në Shaku, dhe Fahim Demira, të cilët ishin në gjendje që në pak vite një shkolletar në adoptiv marsi, kur nge era e mbarutit të luftës, të kthej një shkollë legjendë, në një shkollë që në shumë pak vite konkuronte me të gjithë gjimnazet e Republikës dhe dilte në krye. Një shkollë që redaktonte vetëm dije, kulturë dhe mbi gjitha ato që kërkojnë dhe sot atë të shpirt. Ata ishin krenar për atë zanat që kishin zgjedhur. Dhe kërkoheshin të bëheshin observa shkollore. Dhe unë sot të sofër kam takuar shumë ish Skënderbegas, kolegë të mi, të cilët më japin shumë kujtime nga ajo periudhë e Shkollës Ushtarake Skënderbeu. Po për një gjë janë krenar. Ata i kaluar komanduesit e tyre, i kanë kaluar pedagogët e tyre,
përmirësuar për të ditë, në shënuar dhe periode, për kontributin tuaj dhe të uroja dhe të besoja absolutisht në respekt të ndërimin për gjithë atributet tuaja dhe të çka shkemi të për të vënd. Faleminderit dhe gëzuar dhe vitin e tij. Do t'i luteshim zot ministrit të na ndihmojnë në dhënien e disa certifikatave që shoqata ka planifikuar për disa vëprime, duke i vlerësuar ata në një mënyrë të tillë. Unë do të lexoj dhe motivacionin me të cilin shoqërohen këto certifikata. Republika e Shqipërisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministri i Mbrojtjes i jetë zotit Rasim Borishi, certifikat mirënjohje, dalluar për kontributin dhe vlerat e veçanta në shërbim të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, Ministër Piro Vego. Valeu që me këtë për përgjëroj Ministrinë e Mbrojtjes për kërësimin e të, dhe ndërështë dhe këtë shoqatën kryetarit për gjithë aktivitetet të punën e mirë që ka bërë të ditë, dhe gjithë familjarisht që rëmësuar vitin e mirë, në vitet më të mira të ta. Certifikat mirënjohje i jepet zotit Zenel Marko. Për termin të mëdhe, urojmë gjithë Certifikat mirënjohje i zotit Ylber Braha. Faleminderit për të vlerësim dhe mos kryetoj shoqatës, Ministrisë Mbrojtjes dhe Shtatit të Përgjithshëm që na mundsuan të organizim, njëkohësisht të falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë. Jepet zotit Muço Muçaj. Në momenti për një përshëndetje ka presidenti i shoqatës FLB në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Bujar Hasani. Të dashur vëllezër Skënderbekas, Bujar Hasani në vitet 72-76 shkollas prime, i nderuar zëvendës Ministri i Mbrojtjes, të nderuar general, pedagog, Sonja dhe Zëpërit, të nderuar pjesëmarrës, është një kënaqësi e veçantë për mua që të vi nga Matana të Vallëtegut dhe të sjell urimet më të përzemërta të shoqatës Skënderbeg. Skënderbekas që punon ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë treguar veten, kanë bërë një shoqat asociativ Skënderbeg në Gjikusa dhe ka qenë një nga shoqatat më të suksesshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më të vlerësuar për nga karakteri që ka pas shoqata, për objektivat që ka pas dhe ka realizuar, për atëtarim, për atër që banonte dhe për Shqipërinë. I nderuar general Kumë Qasimi, i nderuar diplomatik Mima, i nderuar doktor, të nderuar të gjithë general. Shiko, të flasësh për Skënderbekasin, ka është vështirë. Por unë këtu nuk dëgjova dot të flasën një njeri për Rustem Peçin në majtë malet, që ne flipim nga një muaj nga të muaj. Skënderbekas janë shpirti i strukturës ushtarake të forcat armatosura. Kush nuk e do Skënderbekasin ka shkon, nuk shoh se. Unë e kam një komandant shkolle që më keni thënë për se bukur. Kush thullur? Ja kush. Do e nisësh ti pari sot me një progonishte të takon. Më thanë, valltari mirë, kik i bukur, tregoje veten edhe pas kaq vite që ke vetur djalë i ri. Dakor? Kolla ushtarake të ka qenë shqiptarishte, u i vete të rritën, të vetin, dhe i edukonte, i mësonte, dhe i përëronte. Dhe kanë qenë gjallë të tjenë, Mbrojtjes më përgjik ka vleu.
Është lidhje shpirtërore, është lidhje brendshme, është lidhje familjare, është lidhje shoqërore, nga e cila nuk shkëputen dot. Ashtu ju thoni çfarë fjalimi do mbajmë. Unë nuk do mbajmë një fjalim, po do them që ka dy grupe njerëzish të cilët kanë disa cilësi të veçanta. Një grup shumë i vogël, i cili ka fituar këto cilësi për shkak të vetë njeriut, mund të lindi i tillë. Po ka një grup tjetër i cili këto cilësi ka fituar dhe mund t'i fitonte vetëm në shkollën Skënderbej, si Skënderbegas, dhe pastaj si pjesëtar i forcave të armatosura, por që ka buruar nga shkolla Skënderbej. Janë shumë të cilësi, po e para që do thoja është që të kesh qenë Skënderbegas, je human, je njeri me shpirt të gjerë. Së dyti do thoja që ke fituar një edukim dhe një kulturë që gjithë mendojnë se është një kulturë ushtarake e thjeshtë. Por në fakt nuk është ashtu, është një kulturë e gjithashme që vështirë se e fituan ata që kanë bërë shkolla të tjera dhe jo shkollës Skënderbej. Së treti, një cilësi tjetër që fitohej dhe është fituar nga të gjithë ata që janë Skënderbegas, është besnikëria. Skënderbegasit ishin shumë besnik, shumë vllazëror me njëri tjetrin dhe kështu e vazhduan në të gjitha kohët. Së katërti, nuk ka më patriot dhe adedashës se sa ata që kanë mbaruar shkollën Skënderbej dhe kanë punuar pastaj në forcat e armatosura të Shqipërisë. Ka shumë cilësi të tjera, ata janë vizionar, janë shumë të përkushtuar, mbajnë fjalën, është vështirë të gjesh, përveç atyre që lindin të tillë, një grup kaq të madh, siç janë Skënderbegasit. Unë dua t'ju falenderoj për këtë. Takimet të tilla kanë dhe surpriza, sepse nëse ne kemi krijuar atë përshtypjen tonë me miqtë tanë që i kemi takuar edhe para një viti, por gjithmonë gjëra të reja thuhen. Dhe komandant Ademi do më prezantoj një mik të ri që nuk e kemi hasur. Dy kolegët e mi janë komandant të Hasit, komandant brigade, ky e ka fillu ke 5.9. I Skënderbegasi model, me kualifikime përshtatshme, këtu në akademi dhe jashtë shtetit. Kudo ku kanë shërbyer në strukturat e NATO-s, kalon një emër të mirë. Unë jam i mirënjohës, për vetë fatin se jam një gjenerat, pak më e vogël se sa Koli. Po jam mirënjohës sepse është pjesë e Hasit. Ati qyteti që ka qenë i lidhur me luftën, që ka kontribu në të gjitha drejtimet. Hasi, Tropoja, Kuksi, Porta, hyrëse e vëllezërve tanë. Më mire ka pasqyru Kadereja, se sa mund ta pasqyroj unë. Por nuk hiqin vija paralele me pjesën e poshtme, po pasërtia një.
shpirtërore. Nuk i ka ato të mirë materiali që i ka pjesa jugore, po janë më të pasur nga ana shpirtërore këto 3 pjesë të kombit tim. Do t'i e mirënjohës për vetë faktin që kanë ngritur pesh zemrat e kombit tonë. Në memorien të shkruajtur, sa herë merrte Serbi temën e goditjes ose temën e mësymjes, ne ishim objekt Shqipëria. E dini, sot nuk e kemi mes nesh një pedagog, një komandant që ka emër. Është i Dibës. Ka kryer detyrën e komandantit të grupimit Elbasan. Adil Toçi. Ky nga ato burra që i ka kthy vendimin kurse disa herë ushtrisë dhe shtabit përgjithshëm të forcave serbe dhe jugoslave. E njihnin në themel, në detaje se kush ishte Adil Toçi. Ai ka qenë Skënderbegasi i parë i viteve 45. Është nder, krenari, por edhe privilegj që të ndihesh ose të jesh në grupin e Skënderbegasve dhe të ushtarakëve. Unë falenderoj zotin Adem, zotin Ylber, janë do në bashkohës të mi, por dua të shpreh këtë gjë që Skënderbegasit kanë qarë rret, kanë bërë zbulimet e detrave dhe nën detrave, edhe naturisht gjithë brezin toksor të trojve shqiptare. Urime gjithë jetën. Është një kënaqësi e paparë, pasi ne jemi brezi i vitit 1972, që jemi takuar për herë të parë. Në ushtri kalum një jetë shumë të madhe, ikëm herët, për prap jemi ushtarak. Arkimi qendror i forcave të armatosura, fillimisht ka sjellë 2 planton ushtarak të shkollës Skënderbej dhe të akademisë ushtarake. Dhe këtu me ne është drejtori profesor i asetuar doktor Tekin Kurti, i cili ka sjellë si dhuratë për disa ish ushtarak votimin buletini arkivor 2025. Do t'jenë 9 ish ushtarak që do të përfitojnë nga një dhuratë të buletinit. Dakor, nuk e di si do bëhet zgjedhja, po një parotitje që e ka menduar realisht në një softë të tillë, të bëjë një dhuratë të tillë për ish ushtarak. Është kënaqësi për mua që marr pjesë në këtë event dhe përshëndes të kryetarët të gjithë shoqatave, të cilët mundohen të përgjigjen më të pyra të Skënderbegasve të asaj pjese më vitale të kombit shqiptar. Po më marr vetëm një rast. Në vitin 65 persona që unë që të platën marrënesh ranë nga bore e madhe 11 heroj. Dhe banor një muaj të tërë nuk arritën të nxjerrin trupat e tyre. Në fund banorët thanë, erdhi ushtria. Erdhi ushtria me helikopter për të nxjerrë trupat e tyre. Në vitin 85 u bën malën përsëri. Njerëzit humbën shpresën. Përsëri erdhi ushtria. Në moment që erdhi ushtria i quaj që erdhi shpresa. Erdhi në 91 përsëri kriza e madhe ekonomike, erdhi për të ndarë ndihmat, bukët dhe miellit, erdhi përsëri ushtria. Ushtria për e pjese e rëndësishme, për nësë me thamë, nuk ka shtetë pa ushtri, e rëndësishme ekstremistë kombëtarë, të patë fati që të të tjetë, kemi drejtu si aktivi qendror në aty kombëtarë jetën e të vdekurve dhe të gjallëve, të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë që kanë qenë në shërbim të kombit shqiptar. Meqenëse ishte 8 dhjetori i çlirimit të Europës anazifashiste, në aktivin qendror ndodhen dokumentat të britanikëve, të gjermanëve dhe të organizatave tjera që janë kryer gjatë luftës. Me qëllim që mos rritë duke thënë jo lufta civile, jo pa lufta civile, ne si aktivi votojmë dokumentat pesëmërisht origjinalit, i përmbledhur dhe i kemi votuar në votim buletini arkivor ushtarak 2025 një shtysh. Meqenëse mund të mundësia të jepë këtë aktivitet tuaj, do të përfituar kryetarën e shoqatës, edhe drejtorin e shkollës së fundit Skënderbeg që ka qenë në Shqipëri, po dha mundësia që t'ja bëre disa nga këto drejtues. Shkëlqim të vishit drejtori i shkollës ushtarake Skënderbeg në kërcime më të mira dhe të njohur në veçantë për kontributin tuaj të ndërtuar në edukimin e Skënderbegasve në frymën ushtarake anëtare e patriotike. Bujar Asami, presidenti i shoqatës Skënderbeg të Shtetit të Bashkuar të Amerikës.
Të nderuar Skënder Dota për kontributin e tij në forcat armatose si në forcat ushtarake ashtu dhe policinë e shtetit. Ne më një të veçantë për kontributin tuaj. Ku do të jeni më? Faleminderit, është një dhuratë shumë e bukur për vitin e ri. Unë e konsideroj privilegj që do të kemi në dorë dhe do ta shkruaj me shumë vëmendje buletinin arkivor. Në këtë vend ka ndryshuar dy gjëra. Ka ndryshuar menyja dhe mosha jonë. Të tjerat, zëmra, dashuria, respekti për identitetin nuk ka ndryshuar. Bravo. Faleminderit. Të nderuarit Kristal Shqipirgo. Hajde këtu në mes. Faleminderit shumë. Jemi jashtëzakonisht të lumtur që marrim pjesë në këtë aktivitet sot, edhe nuk dim si të falenderojmë. Na sjell shumë kujtime, shumë gjëra që po diskutojmë edhe me shokun tavolinë. Faleminderit, edhe inshallah mblesim sa më shpesh. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit juve që jeni e preja për të Faleminderit. Faleminderit. Rasim Borici, respekt dhe mirënjohje të veçantë për kontributin tuaj në forcat armatose. Airik Gabi, respekt dhe mirënjohje të madhe sepse pa miksim s'ka dhe shëndet dhe shëndet. Faleminderit, ju falenderoj të gjithëve. Unë jam një ish ushtarak, nuk kam qenë pjesëmarrës në shkollën Skënderbej, por kam pas babaj. Babai im edhe familjarë të tjerë, gjithë familjes Gërbi, kanë qenë edhe kam punuar më tonë në shkollën Skënderbej dhe shkollën e Bashkërisë. Kurse unë kam shërbyer mbi 30 vjet në spitalin ushtarak. Ju falenderoj të gjithëve dhe ndjehemi respektuar. Faleminderit. Faleminderit. Dhe e fundit Lejm Shima, me vlesimet më të mira të veçanta për kontributin tuaj. Ju faleminderit për vlesimin që na bëni. Ju faleminderit. Zoti Presidenti i Shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej Edukat, Adem Ajmiri, faleminderit që më ftua mandatën si jeni pjesë e kësaj veprimtarie, që do të thotë ju përshëndes juve dhe ju jam të njohës. Përshëndes mësuesin tim të matematikës. Në fakt është e dytë se në vitin e parë shkollës Skënderbej ka pasur një sot. Ai burr që ka jemi shkëlqim të mishin Skënderbejas përpara, që shkoi në universitet, do të më vani që të them disa fjalë për atë njeri. Kur vajta në vitin e dytë shkollës Skënderbej bashkë me moshatar të mi, ai njeri erdhi mësues edhe u caktua mësues matematike dhe krahasim. Me sa mbajmë toga e 4-5 ishte më duhet jenë kështu ka qenë, që na mënin matematikë. Ai njeri ishte mësues i matematikës edhe mësues kundërshtar. Me thonë të drejtën, ne ishim që nga Vermoshi deri në Konispore, Skënderbejës, Hyperi Qesh edhe Adriatiku. Kështu kemi qenë në këtë vend. Që na devogli Adriatiku deri në natë. Bashkë në atë ata burra, ato kraqë që nga i njeri, që ka jemi shkëlqim me kishin e ndoshin mësues qimi. Unë kam thënë një fushë të registruar ikon. Ikon edukator, a i ka përgatitur, a i njeri. Dhe bashkosit e ti, njerës që kanë të kanë bajtur peshën e tyre në të komin tonë që e quhet komi shqiptarë. Edhe po qikojnë, aden shenjë kemi aty. Luftëtarë nga Shqipëria për të shqiptarë të luftëtorë që ka qenë gati t'ja pjetër për sot. Po veç se është produkti atyre njerëzve. Ata njerëz e qimi kanë qenë, më farë që drejtova njerë në poshtë në bukur, kanë qenë në mësuesit tanë, kanë qenë edukatorë, prindër. Ata nga kanë qenë halë, edhe ku kemi kapuar, edhe ku kemi bërë një gjë të mirë. Kështu që atyre një kur, nuk ashtë për
Vetë mendojnë dhe tjerë pas nështë këtë tjetër. Pra ky është shkolli jonë shpirti Skënderbekas. Dhe Adema Ebini e ka shkruar këtu. Ardheu kauza e Skënderbekasve. Në qoftë se do ta harrojmë do të shkruaj. Tani unë doja që përmes rakisë kam shumë të dhejja disa shëndete, të gjitha së bashku, se ne kemi doli. Doli e ka tërë që rajnë spajnë të tonë, doli bashkë kryendritës, që i shprej të shira përmes kodës, pra në njërë banishme, jo me fjarë. Me fjarë nuk i përkush. Dhe i plotëson me një lëmë që është një keqë. I ashpër, po që i bërë një shëndetit, kur ngrihet ose pijet me katarë dhe me kodës. Kështu që do të pimë shumë atë prapë që vajnë Ismail me pak rati dhe shumë dashuri. Shëndetin parë i shkon Ademuri Shërqim Dervishit. Dhe presave të mësuesve të shkollës ushtarake Skënderbej. Vajza, gra, djem dhe burra. Taksoni që. Edhe për partijen. Belejoni që të ftoj një Skënderbekasin më të suksesshëm. 3 herë ministri i mbrojtjes. Më falni, ministri i rendit, i kulturës dhe i mbrojtjes, po i vendi Skënderbekas, i vendi që ka qenë ministri i mbrojtjes. Zoti Luan Rama, të cilin do të ftoj të na japi një përshëndetje, dhe pas nga përshëndetje, do të bëjmë të gjithë një fotografi aty se me profesorën. Nuk do t'ju bezdis gjatë sepse është dhe vonë, por duke ju drejtuar secilit veç e veç, pa këto grada, pa ofike, sepse këtu nuk jemi as si ish ministra, as si ish generala, apo si general, ku jemi si Skënderbekas. Dhe të qenit Skënderbekas ka një veçanti, sepse solidariteti ndër Skënderbekas, ndershmëria e Skënderbekasve me njëri tjetrin, dhe dashuria e Skënderbekasve me njëri tjetrin është unikale, nuk e ka asnjë grupim tjetër. Unë kam patur fatin, si edhe ju, se të veja në shkollën Skënderbej ishte një fat. Fat sepse hyje në një sistem edukimi dhe ju të gjithë e dini, sepse e keni jetuar, hyni në një sistem edukimi që fillonte dhe mbaronte me atë dhe. Dhe nëse Shqipëria arriti të bënte atë kapërcim që bëri në ndryshimin e sistemeve pa krijuar konflikt, trauma të mëdha dhe situata vllavrasje, kjo është merita e Skënderbekasve. Jo se ne nuk i vlerësojmë ushtarakët e tjerë që kanë ardhur në ushtri pa qenë Skënderbekas. Por ndjenja e dashurisë me atë dheun dhe ndjenja e sakrificës për atë dheun të Skënderbekasit është e ndryshme. Dhe unë jam i bindur nëse në këtë vend do të kishte patur më shumë Skënderbekas në drejtim. Dhe nëse në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, të shtabit përgjithshëm dhe strukturave të sigurisë do të kishte Skënderbekas, nuk do të ndodhte në 97. Se Skënderbekasi nuk je urdhër për të qelluar mbi civilit, mbi popullin. Skënderbekasi nuk e merr armën për t'ia drejtuar shokut, apo vllajt, apo atij që ka krah, sepse që 14 vjeç ne jemi dashuruar vetëm me, jemi edukuar me dashurinë për atë dheun dhe me ndjenjën e urrëties për armikun e atë dheut. Unë
Ka patur fatin të kem një mësuese matematike Gjeraqina Spahiu. Por nuk kisha fatin të kisha profesor Çimin. Ne kur vinim në vit parë, ju e dini. Në vitin e parë ata më të mëdhenj na thonin: "Kë komandant ke?" Unë kisha Petrit Bokën, komandant kompanie, dhe komisar Hasan Gjakën. Jeni me fat, na thoshtin ata. Se kishte edhe oficer më të rreth. Për shembull, nuk quheshin me fat ata që kishin komandant kompania Qifmuçën, për shembull. Po mirë, mësues kujdestar kë keni? Unë kam patur Skënder Shkupin. Me fat. Po mësues matematike Gjeraqinën, po çu ka rënë, thoshe. Nuk jeni me Çim Dervishin? Se Çimi ishte mësues matematike, po nuk sillej si mësues të matematikës, që përgjithsisht janë kështu të rrethë, por ishte një ekip edukatorësh, dhe mësuesi shumë të mirë. Ndaj sot në këtë vit, unë duke ju uruar të gjithëve gëzuar juve, të afërmve tuaj, ndaj unë ishtë ndjej rridhje, dhe këtë po bisedoja dhe të profesor Çimi. Mjerimi i një populli dhe mjerimi i një kombi duket tek raporti me shkollën. Për fat keq, në këto 35 vjet, ne kemi shkatruar arsimin dhe sistemin e edukimit. Ne kemi shkolla, po nuk kemi shkollë. Për fat keq. Dhe shenja tjetër e degradimit të një shoqërie është kur i mbyll shkolla. Duhet të mendohesh mirë kur e hap një shkollë, por pastaj duhet ta mbash. Mbyllja e shkollës Skënderbej, pavarësisht specifikave dhe kohës ndryshe që erdhi, ka qenë një veprim obskurantist. Mund të administrohej dhe mund të përfshihej shkolla, edhe në sistemin e ri në të cilën hyn forcat e armatosura, natyrisht duke e përshtatur me kurrikulat e me këto. Megjithatë, ndoshta presidenti shoqatës ka një të drejtë kur thotë, mbase nga që u mbyll shkolla kemi më shumë nostalgji dhe ndjejmë më shumë nevojën për të qenë me njëri tjetrin. Por mua më ka quar jeta të njoh që nga komandanti i parë i shkollës Skënderbej dhe drejtues të tjerë ndërdite dhe kudo që i takon ushtarakët apo ish ushtarakët e shkollës Skënderbej, nuk ka nevojë t'ja njohësh emrin, ta dish, sepse me të takohesh gjithmonë siç takon me vllajin. Kështu që duhet ta ndërruar pesën. Unë di vetëm t'ju them këtë gjë që jam shumë i nderuar dhe krenar që jam njëri nga ju. Prandaj gëzuar, shëndet dhe gjithë të mirat që ju dëshironi për familjet tuaja, në mënyrë veçantë për fëmijët, djemt, vajzat, niprit dhe mbesat tuaja. Gëzuar dhe gjithë të mirat. Dhe me që jemi të krijimtaria, a jemi dakord të dëgjoni dy poezi satirike të krijuara nga Gjon Bruçi, babai im? Janë shumë të bukura. Për shumë vite ka shkruar në gazetën Osteni, ka realizuar shumë shfaqje në stradën e Përbetit kryesisht. Atje ka qenë i emëruar si ushtarak. Qytetar mos rri heshtëm, qytetar, nuk është koha për të fjetur më marrë qyfqarë. Fare hapër po të dalim si esmen, pas korizit po të kalim nërdimen. Dy manish në një derë e pisot, njeri herë e tjetëri vrejë mos o zotë, që të dy të zëtohen ditë natë, jargaviten përbetohen të fushatë. O, sa fort të përqafojnë të qajnë halën, o kur lumin e kalojnë të pjerën kajnë. Në dy mërë shkiti së rogës për të mishanë,
të ngel shpirtin më i fundës s'ledër ma. Për 5 lekë ty të shesin për zabat. Njësë që plotë të mushin fesin për sënar. Shesin ty dhe Shqipërin pandra, korupcionin tradin ka një gjatë. Se të dy të kandiderë aferin, janë kamberë në një derë s'ka dëshim. Janë kuajtë në përgjithësisë se në utopi në karosë të qeverisë në vanë kolopi. Pra da i Shqipo, theri qokës, sa së zvonë, ti i zotë ti në ndohës si gjithmonë, zohë tim nga të jerëmi i bugrosh, kokëllat me kërënëri i karabosh. Se vatani ashtë jeri, je prona, kushta shetë ka për fytis i Suzarë, jetës tëme bilizot me kucim, nga të tjerët mos prit kokë një kujnë, mos lejo në të talër të kam qanë, kush të talë, martoja halën, pa dërmanë. Poezia ti u kushtohet të rivet, kryesisht në jugu, kush është nga Vlora nga jugu. Ashtë poezi serioze, nuk është muzikë shumë. Nasë moshë e njësë, dhe titullohet Dashuri me fjallë lufte. Ja me lexojmë. Gjithë jetën shqiptari pushkën pati shokë. Dashuri dhe luftë që të dyja tokë. Da edhe fjallorin për misë dashurin e ka ndërtëradët, e ka ulurin. Shprehje në tipike sene për bisene, kër i thot dashnodës të dua më të qënë. Ti po i zosh e ime, ka përcejë gërdi, dhe nasët po i se ta para pare. O, që pami që paske, ma lujt e ficiri, dhe e pak mafër, dhe ta më shësim. Më i lume zamaku, mos ma përme hile, që po përgjërohet, po ty më i katile. Thuaj më i të dua, se ma plasë shpiti, më hangre të gjallë, që ta hëngë shafytin. Më i qenjushe, ta gëzoj më rinim, mërëshe pasha zotit ta shkulla mëlqim. Sa hijet të paska bukurie femës, tyrtu të kolofisha bashkë loshkët e zemës. Dhe vjojnë batutat si njullerim, fjallet luftarake e mesin dashurim, se shqiptara zgani, pushkin e ka shok, dashurin e luft që të dyja to. Faleminderit. Lungoja, faleminderit. Thank you.